stratosferike e çmimeve, e ndikuar thellësisht nga kriza energjetike, ka goditur dhe godet çdo ditë e më shumë këtë shtresë të mashtruar, të injoruar në shkallë ekstreme nga qeveria. Spari duhet theksoj se skema e bonusit e përdor në zgjedhjet e 11 majit. Pas zgjedhjeve faktohet një mashtrim i vërtet. Kanë kaluar kaq muaj dhe pensionistët nuk kanë marrë 100 darkë nga fondi i depozituar në Bankën e Shtetit prej 240 milion eurosh para të pashpenzuara gjatë vitit 2025. Sipas vendimeve të qeverisë dhe premtimeve, ato do të disbursoheshin si bonus pensionistëve. Asnjë 100 darkë nga ky fond gjersot nuk është disbursuar. Çka do të thotë se ai po përdoret nga qeveria për qëllime të tjera dhe po ruhet që t'u jipet në fund të vitit. Pra, nuk po ju mundësohet pensionistëve të përballen me çmimet stratosferike që rriten nga java në javë nga muaj në muaj. Së dyti, skema e bonusit është një mashtrim pasi në këtë skemë mbi 45% e pensionistëve nuk marrin asgjë ose marrin therrime. Marrin 2 kile domate në muaj apo 3 kile tranguj. Faktikisht bonusi që përfitohet sipas kësaj skeme përjashton pothuajse tërësisht të gjithë pensionistët invalid me pensione invaliditeti, pensione jo të plota dhe me radhë.